Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Operacioni përbashkët antidrog i Spakut me autoritetet finlandeze. Drejtuesit kryesor të trafikut ishin shtetas që vepronin nga Shqipëria. Në vendin tonë u arrestuan 9 vetë dhe 2 të tjerë janë në kërkim. Mbi 2 vjet më parë u ndërmor një hetim masiv në Finland dhe 55 persona u arrestuan, u sekuestruan rreth 300 kg lëndë narkotike që nga Spanja e Olanda dërgoheshin në Finland. Nga kjo sasi 170 kg ishin amfetamin, rreth 10 kg kokainë, afro 10 kg marijuanë e pjesa tjetër në tableta. Në Fier u godit një grup kriminal që merrej me trafik armësh e kultivim kanabisi. 4 persona u arrestuan dhe u sekuestruan 6 armë zjarri, 4.000 fidane, 5.000 fara kanabisi, qindra fishek si dhe uniforme radio policie. Operacioni i koduar procedimi u zhvillua pas hetimeve disa mujore në Fier. Grupi operonte në disa qytete të vendit e furnizohej me armë nga Kosova përmes kufirit të gjelbër. Europol njoftoi se hoqi mbi 2000 linqe me propagandë ekstremiste që synonin të miturit. Në këtë aksion morën pjesë 18 vende, përfshirë edhe Shqipërinë. Ata krijuan një grup të posaçëm për të luftuar rekrutimin e të rinjve në krim të organizuar. Së fundmi grupet ekstremiste po përdorin inteligjencën artificiale për të prodhuar përmbajtje që tërheq të rinjt. Top Albania Radio. Komisioni i ankimimeve dhe sanksioneve sot hapi një kuti votimi në Vlorë pas kërkesës së koalicionit Nisma Shqipëria bëhet e Adriatik Lapajt. U bë verifikimi i vulave e të gjitha fletët e votimit rezultuan me to. Lapaj ka deklaruar se qëllimi është të rishikohet çdo votë që mund t'ju kenë marrë. Rreth 27.000 maturantë zhvilluan sot provimin e parë të maturës shtetërore, atë të gjuhës së huaj. Nxënësit u paraqitën në shkolla në orën 8:30, ndërsa provimi nisi në orën 10 dhe zgjati 2 orë gjysmë. Ata ishin të detyruar të kishin me vete mjet identifikimi dhe të paktën 2 stilolapsa, ndërsa ndaloheshin rreptësisht telefona dhe orët smart. Provimet e maturës do të vijojnë deri më 24 qershor me gjuhën shqipe dhe letërsinë në 10 qershor, matematikën në 17 qershor dhe provimin me zgjedhje në 24 qershor, i cili përfshin një gamë të gjerë lëndësh. Megjithatë, edhe këtë vit nuk munguan problemet. Vetëm 20 minuta pas nisjes së provimit në rrjetet sociale u publikua varianti B i testit të gjuhës së huaj, duke bërë këtë rast të përsëritur në historinë e maturës. Edhe pse Ministria e Arsimit kishte deklaruar masa të rrepta sigurie, publikimi ndodhi sërish, çka ngjalli reagime. Ministria e quajti ngjarjen akt të shëmtuar, por theksoi se procesi nuk është cënuar dhe se provimi po zhvillohet me standarde të larta. Testi përfundoi në orën 12:30. Lajme nga rajoni. Një tërmet i fortë me magnitudë 5.8 i shkallës Richter u regjistrua në orën 2:17 pas mesnate me orën lokale në zonën detare midis Rodosit në Greqi e Turqisë. Sipas mediave greke, lëkundit ishin shumë të forta. Banorët dhe turistët e ishullit dolën me shpejtësi nga hotelet dhe banesat ku po qëndronin. Ndërsa Greqia fqinje nuk raportoi të lënduar apo viktima, në Turqi një vajzë 14 vjeçare ndroi jetë si pasojë një ataku paniku gjatë tërmetit. Gjithashtu 69 persona mbetën të plagosur, të hedhur nga lartësitë për shkak të frikës. Bilancin e dha Ministria e Brendshme turke. Në Kosovë, prokuroria e Gjilani ndaloi 15 të dyshuar për mashtrim kompjuterik e keqpërdorim të kartave bankare. Dyshohet se në periudhën janar-tetor 2024 të ndaluarit në komunën e Vitis shfrytzuan 15 sekonda për tërheqjen e shumave të ndryshme të parave nga një bankë private e nivelit të dytë, duke i shkaktuar 186.000 euro dëm. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka ftuar subjektet politike për konsultime mbi datën e zgjedhjeve lokale që do të caktohen pas takimit të së mërkurës. Zgjedhjet e fundit lokale u mbajtën në tetor 2021, ndërsa Kosova ende nuk ka qeveri të re për shkak të mos konstituimit të kuvendit që ka dështuar 25 herë. Vetëvendosje dhe partitë opozitare nuk kanë arritur marrëveshje për kryetarin e parlamentit. Përfaqësuesit e Kuintit kërkojnë formim sa më të shpejtë të institucioneve për stabilitetin e vendit. Lajme nga bota. Bie koalicioni i qeverisës në Holand, Geert Wilders, lideri i ekstremit të djathtë dhe kreu i Partisë për Liri, vendosi të tërhiqte subjektin e tij nga ekzekutivi, kjo për shkak të mosmarrëveshjeve të thella mbi politikën e kufizimit të emigracionit. Kremlini tha se përpjekjet për një marrëveshje paqeje në Ukrainë beten jashtëzakonisht komplekse dhe nuk duhet pritur përparimi menjëhershëm. Zëdhënësi Dmitri Peskov theksoi se Rusia kërkon eliminimin e shkaqeve të thella të konfliktit. Moska kërkon që Ukraina të lëshojë territore dhe të kufizojë ushtrinë, kërkesa të refuzuara nga Kievi. Peskov tha gjithashtu se Putin është i hapur për kontakte të nivelit të lartë, për një takim me Trump e Zelenski nuk është në horizontin afërt.
Parashikimi i motit. Sot vendi ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike. Moti vijoni kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, si dhe priten alternime vranësira, shpreh mesdite deri pasdite në relievet malore në lindje. Temperaturat variojnë nga 11 në 31 gradë Celsius. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Erisel Tadov. Unë jam Edi Hallaç. Kjo është Top Albania Radio.